Një mbrëmje emocionuese ishte spektakli së shtunës në televizionin Klan. Protagoniste e natës së 4 të formatit të ri ishte Eranda Libohova, një nga zërat më të preferuar të muzikës shqiptare, e cila duroi një kolar muzikore të mrekullueshme në recitalin që mbylli performancën e saj të këtij sezoni tek Këngët e Shekullit. Mes duartrokitjeve të gjata e natyrisht të shoqëruar nga orkestra profesioniste e super spektaklit, këngëtarja risolli në kujtesën e publikut disa nga këngët më të pëlqyera gjatë netëve të maratonës së muzikës qytetare popullore, Këngët e Shekullit. I tillë ishte dueti i pamundur me ikonën e muzikës popullore Fitnete Rexha. Të ftuarit e nderit ishin kompozitori dhe këngëtari Gaço Çako dhe Luiza Papa, të cilët interpretuan këngën Serenat për Nusen. Nuk kanë munguar edhe emrat sikurse ishte edhe këngëtarja Dibrane Saje Poleshi, e cila interpretoi për publikun disa prej motiveve më të njohura Dibrane. Në recitalin e Libohovës merrte pjesë edhe grupi i burrave të Kavajës, të cilët së bashku me Erandën interpretuan perlat e Shqipërisë së Mesme. Ashtu sikurse në javët e shkuara edhe në mbrëmjen e së shtunës, 3 tenorët e gjeniu të vogël interpretuan së bashku me Erandën. Surpriza e fundit në spektaklin e Këngëve të Shekullit ishte prezenca e një prej mikeshave më të mira të Erandës, Rovena Dilos. Së bashku, ato duruan një potpuri me këngë nga treva të ndryshme të vendit.